Me profesion është mësimdhënëse, por që me pasion anon ka dizajni i modës. Asnjërën dhe as tjetrën nuk i la anash për asnjë moment, duke i realizuar që të dyja në të njëjtën kohë. Diana Morina u lind dhe u rrit në Klinj, ndërsa tash 10 vite jeton në Tiranë, ku në të njëjtën kohë punon si mësimdhënëse gjuhëve të huaja. Kjo vajzë e talentuar vendit e saj ja la një gjurmë të vetën. Fustana elegant, plot stil dhe të qepur me shumë kujdes. Si profesoresh kam ma shumë kohë, ndërsa si dizajnere modës kam rreth një vit e 4 muaj, se dyqanin e kom hap vitin e kaluar dhe i ka, domethënë në maj, i ka fiks një vit e 4 muaj që kom hap dyqanin, dhe jam e re në këtë fushë me thënë. Unë fakultetin e kam mbaruar për gjuhë të huaja, dizajnin e kam pasion. Është një pasion e jemi që e kom trashëguar prej familjes, kryesisht prej mamit. Me thënë drejtë edhe gjyshja u kanë gjithmonë e apasionuar dhe i ka pëlqyer gjithmonë me im kriju gjëra, domethënë edhe për veten edhe për familjarët. Dhe ndoshta jam rritur i pa dhe pasioni atyre më ka ndikuar edhe mua. Edhe vendosa një ditë që të merrem edhe unë me pasionin tim. Domethënë, unë ndërkohë jam e punësuar, por merrem shumë edhe me menaxhimin e dyqanit, edhe gjej kohën edhe që t'i qep edhe vetë. Kam bë edhe ma herët, domethënë, kam bë një shkollë për dizajn. Koha me që jam e punësuar si mësuese nuk është që m'del që të merrem për shembull gjatë gjithë ditës siç mundet më marr një dizajner, po unë kohën që e gjej e plotësoj edhe mundona me bën një skicë të re ose me gjetë një material të bukur dhe mundoj me imagjinu një fustan për koleksionin e radhës. Qysh e vogël qepte fustana për modelet e saj, që në këtë rast ishin kukullat e vogla. Fustani parë më kujtohet, tani unë kur jam kanë e vogël, kom qep fustana për kukulla, nuk e di, nështë bëjnë edhe qikat e tjera, po tash që, domethënë, në moshë madhore, kur jam rrit, domethënë, atëherë kur kam hap dyqanin, atëherë kom fillu edhe vetë, mi qep vetë, domethënë, edhe fustanat që i kemi këtu, mundohemi gjatë gjithë kohës që të sjellim risi, diçka të re, me ngjyra, që t'i përshtatet edhe gjithë secilit që vjen këtu për fustan. U martua në Tiranë, e padyshim që jeta mes dy vendeve u bë pak sa e vështirë, por edhe me jetën atje u ambientua shumë shpejt. Shqiptarët e Shqipërisë më kanë mirëprit shumë, edhe i dojnë shumë shqiptarët e Kosovës. Është diçka shumë e mirë, se i duket edhe interesant pjesa e gjuhës se i kemi pak më ndryshe. Edhe normalisht atje përderisa punoj mësuese, du ta kthej pak gjuhën në gjuhë letrare me fol. Unë kur vi këtu flas si Kosovës, kur shkoj atje jam flas si Shqipnisë. Domethënë i përshtatna, që është një fjalë e urtë popullore, që është veni bëhet ku veni. Edhe se di, mu ka përshtatë dhe më pëlqen edhe gjuha, po edhe gjuha ju më pëlqen shumë, se i duket edhe atyre shumë interesant, se është ndryshe, është geg, po të dyja gjuhët e kompletojnë gjuhën shqipe, se normal librat e parë në gjuhën shqipe janë kanë geg, edhe aty ka fillu domethënë është si zanafilla e gjuhës shqipe. Normal ka fjalë që na nuk i kuptojmë. Janë disa fjalë, për shembull, do keq kuptime që i kemi mes Kosovës dhe Shqipërisë. Më ka ndodhur për shembull është një fjalë që e kanë këta hape krahun. Do me thonë, kur jenë në kerë, të vëzit, dush me hap krahun, me ndalu në rrugë, do me thonë anash edhe me ndalu. Edhe unë isha me instruktorin e autoshkollës para në 2018, edhe më tha hape krahun, edhe unë të menu me vete, thash pëse me hap krahun, u kupton. Edhe kjo ka do me thonë një histori shumë interesante, edhe u ka diçka shumë e rej për mu, se nuk është që e kom pas ma herë, që e kom dëgju ma herë. Ndërsa si vende nuk i ndan asnjërin nga tjetri.
Tirana është qytet shumë i bukur. Shqipëria në përgjithësi, domethënë krejt qytetet i ka të bukura, se është edhe vend bregdetar dhe është vërtet i bukur. Po edhe Prishtina, edhe Klina, unë kur, domethënë nuk shkon muji pa ardhur në Klinë një herë. Mbjen, përveç që mbjen normalisht biznesi që e kam më patjetër, unë edhe kur nuk e kam pas biznesi, unë kam ardhur çdo muj këtu, se e kam familjen, e kam prindërit, edhe motrën, vllajën, e kam krejt edhe vi me shumë kënaqësi. Unë kom pas fatin me pas motrën, edhe motra punon te dyqani, është shitse edhe njëkohësisht edhe menaxherja e dyqanit. I menaxhon si pjesën e orare, si flet me klientat, edhe pastaj me pjesën tjetër merr na unë, me gjetjen e materiale, me qepjen, kam edhe rroba qepsen që jam shumë e kënaqur me ata, edhe kom pas fat domethënë, edhe i kom gjetë personat e duhur për biznesin tim. Diana ka një mesazh për të gjitha gratë që dëshirojnë të kyçen në profesionin e saj. Tash unë nuk du m'ja bë fush me lule, me tha fjalë bukura për televizion, sepse shumë e kollajt, po du me thonë realitetin edhe të vërtetën, duhet me pas, është shumë mirë kër e keni mbështetje. Unë e kom pas bashkëshortin tem mbështetje në këtë pjesë, si nga ana financiare, ashtu edhe nga ajo morale. Edhe mbështetja është një gjë shumë e rëndësishme. Gjithashtu edhe për pjesën e fëmijëve, për shembull, unë kam 2 djem, edhe për ata familja atje janë shumë, të burrit janë domethënë shumë mbështetës, edhe i mbajnë për me ardhur në këtu edhe për me majt biznesin. Se për një nanë normalisht nuk është edhe shumë e lehtë, se duhet mi menaxhu të gjitha njëkohësisht, si punën, si biznesin, si familjen, e duhet me gjetë një balans për krejt. Diana dëshmon se me pasion dhe përkushtim çdo sfidë bëhet mundësi. Ajo i bashkon 2 botët e saj me guximin dhe dëshirën, duke treguar se ëndrat nuk janë të pamundura.